Si investimi i person që ti konsideron zero, edhe e dënon me ta. Ajo gjë mbaroj, mu okej, për një moment unë i them je gabim, edhe na gjë do jetë gjithmonë gabim për mua. Po atë gabim nuk jam vojë bisurat, atë gabim ai do të mbajmë bisu për vet. A kupton? Unë përderisa jetoj me ta, unë nuk nuk muj tash. Edhe tash i thot. Ai e ban vetën më burr. Ai e ban vetën më burrun e bajtimit. Edhe ne ti themi bravo. Siç tha Arbrim, një gjë si tillë, një person që ofendon, ta jep shansën ti me kallëzu vetën tonë në atë moment, a kupton? Se nëse ti në atë moment kallëzosh ofenduese saj, ti je në një nivel si ai. Po them ofendoje. Po të pak të mos e lën dalje si burr me namus, si burr i mirë. Ja, tash a mos japim mendimi fare. Mos më tregon ti mund çfarë. Mos japim mendimi fare. Jo, po mos më tregon si po flasim temën, s'është çështje personale, po flasim temën. Ti po thuj njëra, unë e di, ai njëra si njëra është puna ime, lutem ale mu, çfarë unë gaboj, do gaboj kaq. Unë nuk do ja fut shkenin fyt, sa ai ka gabimin në rregull. Do e mbaj ai mbi supe. Ai do e mbaj. Jashtë njerëzit ata nuk do e shikojnë fytyrë për gabimet që i bën. Kaq. Unë këtu mrena nuk jam kërkushi tash mi thon, jo X do të fjasa ne kënej. Kaq edhe më ka thon. E pa mëralshme çka s'm ka thon, a kupton? Pikërisht prap. Prapse prap, nuk më ka djeg, nuk më ka djeg se di që nuk jam ashtu, ne di si jam. Nuk më ka djeg, edhe kaq. Nuk është mirë, ja fuq jam në ne jetoj do dënohet prap, nuk e kanë thënë për shtëpi. Jemi këtu, nëse hapet atë tem për mua do jetë gjithmonë gabim, do i them gjithmonë një 0 për atë. Jo sa herë. Ai bën gabime, unë do ja them fytyrë. Ti gabon edhe unë. Ai vjen pastaj prapë thotë je goca më mirë, zgjat prapë dorë. Unë nuk du, domethënë mja fut shken mi fyt me një njerëz se ka gabu, do e mbaj ai mbi supë. Po ta them dhe unë e di